Si riciklohen miliona shishe qelqi në fabrik, linja masive e riciklimit të qelqit. Mbi 2 miliard ton beturina prodhohen nga njerëzit çdo vit dhe qelqi përbën gati 20% të kësaj shume. Pjesa e çmendur, një shishe vetëm me qelqi mund të qëndrojë në një depozitim për më shumë se 1 milion vjet pa u prishur. Por ja lajmi i mirë, qelqi mund të riciklohet përgjithmonë pa humbur cilësinë. Pra, si funksionon në të vërtetë ky proces? Si rilindin copat e rëmujshme dhe të thyera në shishet e pastra dhe me shkëlqim, le të hyjmë brenda njërës prej fabrikave më të mëdha të riciklimit të qelqit në botë, ku qindra ton qelq rikthehen në jetë çdo ditë dhe të zbulojmë sekretet pas udhëtimit pabesueshëm të materialit më të qëndrueshëm në tokë. Le të fillojmë. Mbledhja e shisheve të qelqit të përdorur. Për të ricikluar qelqin, kërkesa e parë është një furnizim i qëndrueshëm me shishe të përdorura. Në jetën e përditshme, shishe bosh të birës ose të pijeve të gazuara shpesh hidhen së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake, gjë që e bën ndarjen për riciklim të kushtueshme dhe të vështirë. Por në shumë vende evropiane është projektuar një sistem për të zgjidhur këtë problem që në burim. Në të gjitha rrugët e qytetit janë instaluar makina për kthimin e shisheve të qelqit. Konsumatorët thjesht vendosin një shishe bosh në makinë, e cila e skanon, e klasifikon dhe jep një rimbursim të vogël, zakonisht rreth 10 deri 20 cent për shishe. Kjo do të thotë që një shishe bire sapo përfunduar, në vend që të përfundojë si mbeturinë, bëhet menjëherë një aset i vlefshëm me vlerë monetare. Kjo qasje e motivon njerëzit të mbledhin vetë shishet, ndërsa u siguron fabrikave një rrjedhë qelqi që është tashmë e paraklasifikuar, e pastër dhe e qëndrueshme. Evropa duket se ka kuptuar të gjitha. Kamion të mbushur me shishe qelqi udhëtojnë nga supermarketet dhe pikat e grumbullimit në impiantin e riciklimit. Çdo kamion bart 10 ramira shishe bosh të paketuara fort në kontenjer. Me të mbritur, shoferët kthehen në një hapësirë të madhe magazinimi dhe lirojnë ngarkesën, duke bërë që një kaskadë shishesh të rrëzohen. Brenda pak minutash, toka mbushet me male shumëgjyshe qelqi që shkëlqejnë në dritë, të gjelbra, kafe dhe transparente, të grumbulluara së bashku. Këto grumbuj nuk janë thjesht mbeturina, ato janë pika fillestare të gjithë zinxhirit të riciklimit, një furnizim i qëndrueshëm me lëndë të parë që prej të pastrohet dhe të shtypet. Përpunimi i riciklimit të qelqit. Për të nisur procesin e riciklimit, ngarkues të mëdhenj drejtohen te grumbujt gjigante qelqit të mbeturinave. Ata mbledhin ngarkesa të mëdha me kovat e tyre dhe i transportojnë ato në përobor. Me një zhurmë të madhe, qelqi i hidhet në bunkerin e furnizimit të uzinës, duke dërguar një kaskadë copëzash poshtë kanalit të çelikut. Menjëherë, transportuesi çelikut fillon të lëviz, duke çuar hidhën e qelqit të përzier me dhe rër, thellë në objekt. Ndalesa e parë është sita vibruese, ku dritit e fuqishme ndajnë pluhurin, zhavorin dhe grimcat e vogla. Pas kësaj faze, qelqi është shumë i pastër, por mbeten ndotës më të mëdhenj. Por çfarë fshihet ende në grumbullin e qelqit të thyer? Kapakët e shisheve. Shumica e tyre janë metalik, që do të thotë se ato mund të hiqen lehtësisht me një ndarës magnetik me fuqi të lartë. Fusha e fortë magnetike kap copat çeliku, ndërsa qelqi vazhdon të lëvizë poshtë transportuesit. Fal këtij hapi, qelqi tani është rreth 80% i pastër, një hap më afër rinindjes. Më pas, qelqi lëviz për të bluar në mullar. Copat më të mëdha futen në një mullim me çekiç, një makinë masive me çekiç rrotullues me shpejtësi të lartë, që e thyen qelqin vazhdimisht derisa të mbeten vetëm fragmente të vogla. Çdo copë ende shumë e madhe zbulohet automatikisht dhe dërgohet përsëri në përmulli derisa të arrijë madhësinë e saktë. Kjo siguron që e gjithë rrjedha e qelqit të jetë uniforme, pasi copë të madhe që rrëshqet. Së fundmi, sfungjeri lëviz në sistemin optik të klasifikimit, hapi më i saktë në të gjithë procesin. Ndërsa qelqi rrjedh poshtë si një ujvar vezulluese, sensorët lazer skanojnë vazhdimisht çdo fragment për zbuluar ngjyrën dhe përbërjen e tij. Në momentin që identifikohet qelqi kafe, qelqi jeshil apo edhe një copë qeramike humbur, sistemi lëshon një fryrje të saktë ajri, duke hedhur atë në një rrjedhë të veçantë. Shpejtësia është pothuajse e pabesueshme. 10 ramira copa përpunohen çdo minutë. Kjo siguron që qelqi ricikluar të përzgjidhet me saktësi në formën e ngjyrave,
sepse edhe përzierja me vogël e nuancës së gabuar mund të prishë cilësinë e qelçit të ricikluar. Përpunimi i shisheve të qelçta. Sapo përbërësit të stabilizohen, gryka e secilës enë mbyllet për të ruajtur temperaturën dhe për të kontrolluar shkrirjen. Pas rreth 24 orësh, përzierja nuk është më rërë. Ajo fillon të rrihet dhe trash si lava. Shkëlqimi i ndritshëm në fund të furrës është qelçi i lëngshëm, një masë e dendur dhe e ndritshme, që ka arritur temperaturën dhe viskozitetin e përsosur. Për 5 orët e ardhshme, qelçi mbetet i shkrirë, duke lejuar që gazrat të dalin dhe duke siguruar pastërtinë më të lartë. Për t'i dhënë formë qelçit, nevojitet një kallëp, gjë që e bën krijimin e mykut të hapin tjetër në proces. Nga ky dizajn digjital, mykët prodhohen nga giza dhe çeliku i lidhur, i aftë të përballojë temperatura deri në 1400 gradë. Këto myk përgatiten më pas për të pranuar qelçin e shkrirë dhe për ta formuar atë nga brenda. Pasi mykët i jenë përfunduar plotësisht, ato instalohen me kujdes në linjën e prodhimit me 2 fryrje, një nga metodat më të përdorura dhe më të besueshme për formësimin e produkteve të qelçit të zbrazët, siç janë shishet e pijeve të buta, kavanozët e ushqimit dhe enët farmaceutike. Procesi i formimit fillon duke hequr qelç të shkrirë, të njohur si copa qelçi, në formë fillestare të zbrazët. Këto copa qelçi priten nga një rrjedhë e vazhdueshme qelçi të lëngshëm, që arrin temperaturën rreth 1011 gradë Celsius dhe kanë viskozitet të përsosur për formësim të lëmuar dhe të qëndrueshëm. Brenda formës paraprake, një rrymë ajri e kompresuar fryhet nga lart, duke shtyrë qelçin e nxehtë nga jashtë kundër mureve të formës. Kjo formon formën fillestare, të njohur si një parison, një strukturë zbrazët, si fluskë me një qafë të ngushtë që ende shkëlqen nga nxehtësia intensive. Qelçi transferohet butësisht në formën përfundimtare, e cila ndodhet vetëm disa centimetra larg në të njëjtën linjë prodhimi. Këtu, një shpërthim i dytë ajri i kompresuar hidhet direkt në qendër të parisonit, duke e shtrirë qelçin e zbutur nga jashtë derisa të shtypet fort kundër çdo konturi dhe detajit të zgabrës së brendshme të formës. Vetëm brenda pak sekondash, forma e plotë e shishës merr formë. Nga jashtë mund duket e shpejtë dhe e lehtë, por prapa skenave, çdo valvulë dhe sensor në sistem është i sinkronizuar me saktësi të jashtëzakonshme, i sinkronizuar deri në 1/1000 e sekondës. Ky nivel ekstrem kontrolli është ai që bën të mundur prodhimin e qindra mijëra shisheve në ditë, secila pothuajse identike dhe pa të meta, sikur të gjitha të vinin nga një formë e vetme, e përsosur, e sapo nxjerr nga fura. Shishet e qelçit rezatojnë një nxehtësi të kuqe të thellë, sipërfaqet e tyre shkëlqejnë errësirë, sikur të ishin shufra metalike të ndezura. Krahët robotik lëvizin më pas me saktësi të programuar pa ndërprerje, duke rëshqitur pa mundim në vend. Çdo shishe ngrihet me kujdes dhe vendoset në shiritin transportues. E gjithë skena zhvillohet në eshtje të qetë, të sinkronizuar në mënyrë të përsosur pas një shenjë nxitimi. Ripi transportues i drejton ngadalë shishet e sapo formuara, bazat e të cilave ende shkëlqejnë nga nxehtësia, drejt zonës së ftojes. Ato udhëtojnë nëpërmjet një tuneli të gjatë të verdh, ku temperatura ulet pak nga pak, duke i dhënë gotës kohë të vendoset në mënyrë të sigurt pa u thyer. Kjo fazë e kujdesshme e ftoje e kërkon kohën e vet, mund të zgjas disa minuta dhe ndonjëherë madje të shtrihet në 10 minuta para se të përfundojë. Faza tjetër përqendrohet në një ekzaminim të afërt të grykës së shishes. Çdo shishe rrotullohet me saktësi nga një sistem automatizuar, ndërsa sensorët optik dhe sondat mekanike bashkohen për të zbuluar të metat, qoftë një skaj i çar, një çarje imet apo devijimi më i vogël nëpër masa. Vetëm shishet që kalojnë këtë kontroll të rept lejohen të lëvizin përpara. Pas kryerjes së të gjitha inspektimeve, shishet e qelçit transportohen në seksionin e paletizimit, ku sistemet robotike marrin përsipër, të projektuara për saktësi dhe uniformitet. Këto makina organizojnë mira shishe me lehtësi. Një mekanizëm kapës me gota thithëse ul, kap një rreshtë të plotë dhe vendos atë me kujdes në shtresën e paletës. Për të mbrojtur nga ndikimi gjatë trajtimit dhe transportit, një fletë vendoset midis secilës shtresë. Kur pirgu të ketë mbaruar, një mbështjellës i automatizuar e siguron paletën në film dhe etiketon atë me një kod që korespondon me serinë e saj të prodhimit. Më në fund, paletat e qelçit të zhvendosen në magazin, të grumbulluara me kujdes dhe gati për dërgesë. Prej andej, ato do të udhëtojnë nëpër botë, së shpejti për të bërë shishe me gaz,
të mbushura deri në gryk dhe gati për të shërbyer në çdo cep të jetës së përditshme. Menjëherë pas mbushjes, shishet shkojnë direkt në stacionin e mbylljes, ku kapakët e kurorës shtypen me makineri precize. Çdo kapak i nënshtrohet një inspektimi detajuar për hermeticitet, duke përdorur sensor me precizion të lartë integruar në linjën e mbylljes. Kjo siguron që çdo shishe të jetë mbyllur në mënyrë të përsosur, duke parandaluar edhe rrjedhjet më të vogla para se produkti të paketohet dhe të dërgohet. Pastaj çdo shishe kalon nëpër një sistem kamerash me shpejtësi të lartë që kontrollon përçarje, mbushje të tepërt ose etiketa të gabuara. Shishet e Coca-Colës vazhdojnë të rrëshqasin pa probleme përgjatë shiritit transportues, të rreshtuara në formacion të përsosur, si një montim i programuar, duke lëvizur nëpër çdo fazë të linjës me një ritëm të qëndrueshëm dhe të saktë. Ndërsa arrin në stacionin e spërkatjes së ujit, një avion uji i ftoftë me presion të lartë drejtohet direkt në qafën e secilës shishe. Së fundmi, shishet e Coca-Colës të mbyllura në mënyrë të përsosur paketohen në kuti kartoni, ngarkohen në paleta dhe zhvendosen në frigorifer, gati për të dërguar në miliona dyqane në gjithë botën, nga dyqanet e vogla buzë rrugës deri te hotelet luksoze. Përfundim, dhe pikërisht kështu, udhëtimi i rilindjes së qelçit mbaron, duke u ngritur nga copat e thyera për të bërë diçka e zhndritshme, e pastër dhe plot vlerë, edhe një herë. Riciklimi i qelçit në shishe të reja nuk është vetëm një fitore për mjedisin, është një kujtesë për magjinë që fshihet pas teknologjisë moderne. Shpresojmë që kjo video të frymëzojë të bëni riciklimin e qelçit një zakon në jetën tuaj. Lini një koment më poshtë dhe na tregoni se çfarë mendoni, e mos harroni të pëlqeni. Ndani dhe abonoheni për të vazhduar të eksploroni udhëtimet më interesante